çka është puna që gjithmonë po i drejtohemi më shumë minimalizmit kur ecën rrugë, ndërtesa ose ani fundit që është janë krejt një format e ma herët o kon ajo mi dhon një farë shpirti çdo ndërtesë, fasada me pas një farë rëndësie. Arkitektura është manifestimi i shoqërisë, teknologjisë dhe historisë, është mjeti i manifestimit. Pse në Gjermani duken se janë më minimaliste se sa në Itali, se Gjermania ka kup luftën, edhe u bombardu. E kjo e ka ndodhë edhe Londrës kur është bombardu Londra. Është edhe manifestimi i teknologjisë. Ti sot nuk mundesh me ndërtu çish ka ndërtu Michelangelo. Arkitektura kontemporane nuk është veç bukuria, po është edhe sa e sigurt është një objekt, sa i eficient është një objekt. Nuk është vetëm sa po m'pëlqen mu një objekt. Kurse më përpara kanë marrë një guri, kanë gdhënë, kanë bu një shtyllë, ajo shtyllë është e dimensionuar 10 herë me majt atë peshë i kulmi, po ashtu ka ndërtu. Kështu që edhe na sot e kemi këtë teknologji dhe shfrytëzojmë këtë teknologji që kemi sot. Gjithçka lidhet me funksionin, komfortin edhe eficiencën e një objekti. Çto objekte që pi livdojmë na që janë shumë bukura në Itali nuk krahasohen sa i përket eficiencës me një objekt modern.